shkurja në xhami sigurisht që ka shpërblime edhe më të veçanta. E këtë po na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur po na thotë se nëse një njeri merr abdest si duhet, e niset për xhami me qëllim vetëm ta adhuroj Zotin, çdo hap që e qet i shkruhet një sevap dhe i fshihet një gjuna. Çdo hap që e vendos për me shku në xhami, ty të regjistrohet një sevap dhe automatikisht fshihet një mëkat. Andaj namazi me xhamat në xhami pas ka një shpërblim më të veçantë. Dhe ky person nëse hyn në xhami me abdest, me qëllim që ta adhuroj Zotin, për vetë faktin që qëndron në xhami, do të shpërblehen me shpërblim të namazit, edhe nëse nuk është duke u falur. Sepse është duke qëndruar në xhami, e qëndrimi në xhami është itikaf, madhrimi i Zotit xhaleshanu. Është një grup i melekëve special që luten për ty, përderisa ti je duke qëndruar në xhami dhe duke pritur për me fal namazin. E deri të falësh namazin, përderisa ki abdest, e fal namazin, derisa dilësh prej xhamie, melekët luten për ty. Thonë o Zot, mëshiroje, o Zot, fale, o Zot, pranoja pendimin. Këtu janë duat të melekëve ndaj teje dhe meje përderisa jemi të bekuar këtu. Kur njeriu i lutet Zotit, duhet ta pastrojë niyetin e vet. Duhet jeti përkushtuar në dua. Ky person, pavarësisht sa i lutet Mallit Zot, është i rrezikuar që të mos i pranohet duaja për arsye të mëkateve të tij. Ama melekët kur luten për neve, ato nuk kanë mëkate. Sinqeriteti kanë të plot, bindjen e kanë të plot që Zoti pranon duat. Prandaj mundësia e pranimit të duave prej anës së melekëve është shumë e lartë dhe shumë e madhe. Kështu që bereqetet e ardhjes në xhami janë ekstra dhe speciale për besimtarët. Edhe pse namazi në shtëpi ka mundësi me arrit vlerën e namazit me xhamat, namazi në xhami është edhe më i dashur tek Zoti xhaleshanu. Respektivisht edhe më i shpërblyer nga ana e Mallit Zot xhaleshanu wa xhalla xhelal. Inshallah dan Zoti që dikush prej neve të paktën këtu në këtë vend me pas lidhjen e fortë me Allahun. Dhe për hatër të tij që Zoti nuk ja kthen duat bash atij, Allahu më na mëshiroj gjithë neve. Prandaj këtu shfaqet rëndësia e xhamatit, e organizimit dhe të bashkimit besimtarëve, krahas shumë dobive sociale, shoqërore, kur ne vizitojmë, shohim njëri tjetrin, ne përshëndesim e kështu me radhë.